Profesorat e Evropës neve nga ka dhonë mësim. Dhe nga kanë thonë ju jeni një këmbë. E unë nuk e këmë ditë atë herë që kur je konë njëria, vëdhe me ta prej kryet këllop, edhe... Përdojnë pilon që ti, përdojnë pak që e përmenë Turqi, ne që më falë. Ta është komandën e këfurit e ka monë dorë Turkia. Profesor, shkurtimisht, dhe me thonë, më ne shpikua, është mirë për kumbin të shqiptara, është keqë. Edhe e këna pohojnë historikisht Turkijë sa shirën. Që, këtu gjona për i din krejtë di Roma. Ai po thët konferencë ndërkombëtare, ai po thët veriu i Kosovës është jashtë kujt. O trim, 1969 dokument të jetë sekret. Shqiptarët në Jugoslavi jënë ma shumë se shqiptarët në Shqipëri. Dhe Dušan Mugosha me Rankovicin 1969 japin urdhër që me qenë 12% ma shumë në Kosovë Sërb, 8% ma pak shqiptarë, dallimet, llogaritit tash. Për shkak se Tito aspirante me morë çmimin Nobel për paçi, me ato farë vetë venduesit, me ato farë hajvanhonet e tij. Po, do me të pyetje. Etash. A është mira kjo që i ka morë Turkia në dorë? Ata e kanë renën, ajo ka orë me renë. Po historikisht, a e këna pohojnë nga shirën Turkijës? Kujna? Turkijës. Turqëve. Turqi nesër dhe kemi mik, ta kom thonë që tune. Po. Mik, edhe jo mik qka do. Po mik shumë sinqert. E përpora? Përpora se ke pos mik. Se ke pos mik, as s'ka Po mujt. përpara s'ke egzistu si kom. As ka egzistu Turqia si kom. Para vitit 1923, as ka egzistu Kosova si kom, as ka egzistu Shqipnia si kom para vitit 1913. Do më thonë, ti nuk mundesh me bo fjonë, me bo relacionet, a ti qa po vetë? Ti po vetë sikur a u njoftuat Donika Kastrioti me Skënderbeun për mes Instagramit a për mes Facebookut? Pse? Në gjesë po vetë që... Jo, s'po vetë këtë ata. Po sepse s'ka kuptim me fut me konceptin e sodit, ti me folë për para 500 vjetë. Po dhe ja, unë veç që kam... Ti s'mundesh me folë? Unë veç po ngrejet dyshime, është mira kesh për neve shqiptarë. Na po folim, nëse folim... Po si pas teja, është mirë që e ka morë Turkia komandën e fortë? Shumë mirë është. Po, për neve. Pa tjetër që mirë. A thash edhe unë mirë. Pa tjetër që mirë. Po kur folë për marrëdhënie Turqi, Kosovë, se këture, ti duhet me folë, do më thonë për Turqin, folim për i vitit 1923. Po se marrët ka qenë për andorijës mone, po. Po, edhe nuk, tjetër qka, do më thonë për i kur... 1923, konferenca e Lozanës, deri me 1953, 6 marrëveshje i ka bo me na likvidu e neve. Musu habit një këte. Jënë etapat. Unë jam autor i librit Gjenocidi Sërb. Që qëri? 1877. 714 katunde për 28 dit i ka sharu Serbia e Majar Posha rrinte në prekupën dhe Rasfia. Edhe në Vronjë. O borën shqiptarëve, ja donte një pjesë kënej, një pjesë anej. Qa jo që në ka një mu Turqia. 1900... Shqipër Turqia 1993, jo vetëm neve, po qamëri. Qëfar ndodhe në qamëri? Masakër, gjenocid i vërtet. Ne nuk duhet me folë veç për Kosovën, po me folë për gjitha visët shqiptare. Absolutisht. Qamëria. Kuptohet se është e humbën. Njëherë për njëherë është e humbën. As ma parë, ku një pjesë, po të pësën e ty, po jo me të mdhenës, jo. Kimara, e njështë i bërë kurirë, e dio në mirë shka dinte. Kimara, ka qenë shqiptare. Tash, delaj, a i këdoshë atje në Tiran, edhe e banë skenarin, edhe e zjedhen një grek. E tira. Une e kom marrë 1900, të po folin televizion publikisht, 1997 e kom marrë çmimin e Ismail Qemajli, midis Tiranës prej qeverisë, Ministrisë Arsimit dhe Akademisë Shkencave. Dhe i shardha aty janë në latua se mjekrën dhejtë të tulla e borgut ka,
A s'kemi na prifta? Ne kënë morë, ma mire kënë me morë një prif shkoj, këshëm dhune këshëm rejhen në kënej, se sa me morë atë grekun atë. Edhe, ka prifta shqiptarë. Mirë po, ajë të në të zedhet i bënë. Del për shemull Alamet profesori, historian, Alamet profesori historian, edhe rrë kanë dhe Skënderbeu, jo ka qenë ortodoks, jo ka qenë katolik, jo ka qenë kështu. Skënderbeu, jetën e tina. Skënderbeu koni bom synet mas pore, me siguri. Me siguri. Skënderbeu, ma shumë ka qenë musliman, edhe një 20-30 vjetë me Saradione është falaj. Edhe ka qenë imam i divizionit. E dyta, me shëriat. Gungunes, të levune sa më rëndësi. Me shëriat, a gudzën muslimoni me lidhë marveshën me të krishtenin paqësore, ju. Zgudzën. Anë pushim, po. Skënderbeu dhe sultani me 31 mars 1463 lidhën marveshje paqësore në Shkup. Po mos të ishte Skënderbeu i religionit musliman, me i respektua gjitha religionit shqiptare, aj sultani mas pari kish me bëhet drejt me bëhet marveshje. Mirë po, për muë, Skënderbeu është embrioni i këmbit, ajo është hero këmbëtar. Ti 200 shtetë e bëni, 200 herajlet dalin. Ajo është hero i këmbit shqiptar, edhe. Adem Jashari? Aja ka e më në gjergjë, po, musën pëngo heq, asën pëngo kisha, asë manastiri, asë katedralja. E Adem Jashari është hero këmbëtar shqiptar, është hero këmbëtar kosovor. Ja. Zyrtarisht ajo është i shpollën, do më thonë edhe për presidencës të Kosovës dhe presidencës të Shqipnisë. Kështu që do më thonë është hero këmbëtar i dyfisht, i të dyja këmbëtar. Edhe kosovor dhe shqiptar. Po se kanë shpollë tash, do më thonë, po janë shumë heroj, cilët na i kemi heroj, ata se kanë në Shqipni nuk i kanë heroj. Ne, më falë, dishta më ndërlit të heroj i ri i këmbit të në Afrim Bunjako, polici. Kush e ka shpollë? Presidentja. Po, ama është hero këmbëtar, kosovora është hero këmbëtar shqiptar. Përdesa nuk e ka shpollë presidencë e Shqipnisë, nuk mundet me konë hero këmbëtar i shqiptar. Hero këmbëtar mundet me qenë vetëm një, dhe aj është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Të tjerë, janë herojt popullit, herojt këmbit, rend. Dikush ma i mirë, dikush ma i madh. Nuk mundet, për shembull, hero këmbëtar në Shqipni është Aleksandar Rankoviqi.